Zyrtarisht autoritetet maqedonase konfirmojnë se 4 persona kanë humbur jetën, ndërsa 2 rezultojnë të zhdukur në Tetov. Nga vërshimi i ujit në Tetov ka humbur jetën një 83 vjeçar, si edhe 3 të mitur, me i vogli 2 vjeç, njëri 7 vjeç dhe tjetri 14 vjeç. Trupat e pajet janë gjetur në Shipkovic dhe Reçicë e Madhe, ndërsa ai të zhdukur konsiderohet një vajzë moshës rreth 6 vjeç nga Shipkovica dhe një 61 vjeçar nga fshati Lisec. Sipas dhënësit të sektorit për punë të brendshme në Tetov, Marian Josifovski, pasi konfirmoi numrin e viktimave, tha: "Të lënduar deri tani janë 11 persona, kryesisht nga Shipkovica, Selca, Xhepçishti dhe Reçica e Vogël. Një pjesë e tyre janë ende në trajtim mjekësor në spital, ndërsa disa të tjerë kanë lënë spitalin për në banesat e tyre, tha Josifovski. Përmbytjet u shkaktuan me daljen nga shtrati të lumit Shkumbin dhe veç viktimave dhe dëmet materiale janë të mëdha. Siç informon policia, ura e Vratnicës, ajo Orashes dhe Nerashtes janë përfshirë nga vërshimet e ujit, ndërsa ka dëme të mëdha në banesa dhe institucione. Nga moti i keq dhe përmbytjet masive, shumë vendbanime kanë ngelur pa energji elektrike. Kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski dhe kryetaria e komunës së Tetovës vizituan zonat e prekura nga fatkeqësia natyrore. Sot pritet të merren vendime për masat e mëtejshme për të ardhur në ndihmë familjeve të viktimave dhe qytetarëve të tjerë të prekur nga përmbytjet.